Shija e anës mundësohet nga ciao Berto, franke, riso scotti, pasta garofalo dhe uji tepelen. Shija e anës. Kemi orizin e zi, orizin italian, që është 100% natyral. Fantazi. Hajde ta provojmë edhe orizin. Sa interesant orizin. Hera parë që përshio e arizë. E dashur, ke përgatitur drekën? Për këtë të thamë grua unë ty, jo me kotë të kam grua. Faleminderit shumë grua. Tetelena. Kokën në Stamboll, trupin në Janin. Mirëmëngjesi shikues, ka do që përna ndishin këto momente. Kosovë e diasporë, sidomos diasporën e përshëndes që çdo të diel është me emisionin Shija e anës këtu drejt për drejt në Klan Kosova. Ju të cilët ende nuk e keni pëlqyer faqen tonë në Facebook apo follow në Instagram dhe subscribe në YouTube, ju ftojnë këto momente që të na bëni që mos ju ikin super intervistat dhe super recetat të cilat unë gjithnjë mundohem në emisionet e mia t'i gatuaj sa më të lehta dhe të thjeshta sepse na ndodh që shpesh herë të pritojmë të gatuajmë të dielave, sidomos tani në vjerë që është o zot, ka një herë përpozgjohem nga gjumi, po më duket si 1000 kg vetvetja, por shpejt vjen dimri dhe pastaj na hapet qielli. Me shpresën që jeni zgjuar me disponim, nëse jo, ju garantojmë disponim dhe vetëm energji pozitive tek emisioni Shija e anës. Po du me falenderu Andër Atelier, qëndresën që mi ka rregullu sot flokët, thash qëndresë lidh me shpejt e shpejt, si dhe Arnisën, super grimere që kemi talente, që ma ka realizu këtë grim natyral dhe të thjesht ashtu si që unë dëshiroj. Kë kemi sot të ftuar kemi një personazh tejet interesant. Po do ta zbulojmë vetëm pas pak sepse shkoa që t'i përshëndesim krejt ata që e mundsojnë që ky emision të jetë i mundur, duke filluar nga Flow Power Shop që i jep jetë merita emisionit me lulet e larmishme, sepse unë lulet i dua shumë dhe lulet japin jetë kado që jemi. Dhe prapa me kemi edhe murin e famshëm që do të shkoj tani për t'i lexuar një nga një emrat e atyre që na bëjnë të mundur pra këtë emision. Tash po e kthej kokën, para se me kthy kokën ja ku e kemi, ha? Ciao Berto dhe Franke, teknika më e mirë e Frankës dhe kuzhinat më të mira në vend vendore, ha? Nga Ciao Berto, po e dashuroj këtë kuzhina me mujt, e kisha marrë edhe në shtëpi. Monini Ponti, orizi më i mirë italian, Scotti shikues. Ja ku e kemi këtu një oriz që hera e parë për mua që do të gatuaj oriz të zi italian, nuk është me ngjyrë, është natyral dhe emrin e ka Venere nga Riso Scotti. Orizi më i mirë italian, sot do të gatuajmë pra një oriz të zi me karota dhe mish pule, do ta dekorojmë me majdanoz. E lehtë, e shpejt dhe shumë e mirë. Uji tepelen, uji më i mirë shqiptar, uji nga burimi më i mirë prej 30 viteve tashmë në treg. Me në disë të pres me në ardhë dhe i ftuare, edhe me hangër, sonë sot jam shumë unë shikus. Pulën e kam këtu, karotën e kam këtu, qepën, krejtjon gati, por para se të shkojmë në marketing, sepse do të futemi në kuzhinë për të gatuar, dua t'ju prezantoj me
të ftuarin, të prezentoj, ajo është nisë, është rrugës, duke në ardhur nga Dragashi, ja? Sa i ka Dragashi, mbi 100 kilometra. Një i ftuar të jetë interesant. Pse vendosa ta tras? Pse vendosa i pa ta premtu para një muaji e gjysmë kur kemi qenë me një emision të përbashkët, i pa ta thonë publikisht e kur të nisi me sezonën e re, do t'ju ftoj tek Shija e Anës. Jemi në muajin kuqezin, në muajin nëntor, dhe jo rastisht i kam vesh të gjeta kështu të kuqe që me ju përshtat edhe muajit. Besoj që edhe zotri Abbas Qengaj do të na befasoj po ashtu. Aktor autodidakt, një karakter të jetë dhe personazh interesant. Zotri Abbas Qengaj shikues një karakter të jetë interesant. E kom pyet mandej, a keni studiu për aktrimin? Ta jo tha jam autodidakt. Edhe pse e kemi në mosh, ka 5 vite që merret me aktrimin dhe më ka thënë që ka luajtur në mbi 100 filma. Do shta po thoni që ka folana pa lidhje, po fjalët janë nga zotri Abbas që ai po ka luajtur në mbi 100 filma. Me vërtet është karakter. Do t'i gatuaj oriz. E pyeta çfarë dëshironi me ju gatu, çka hani, ta krejti hahan. Kështu që sot për zotri Abbas Qengaj do të gatuaj oriz të zi, pa ngjyrë. Është orizi zi, original, natural nga Italia, nga Rizo Scotti, orizi më i mirë italian në vend. E gjeni edhe gjitha marketet e mëdha në Kosovë. Do të vendosim pul, kemi një karrot, kemi qep dhe në fund ta dekorojmë me majdanoz. Do ta ziej në mënyrën e pilafit, si turqelit që e bojnë, me kapak do ta mbyllim në temperaturë të ulët dhe kur ta hani do të shkriheni fare. Atëherë, sa s'na ka ardhur zotri Abbas, unë them që të futem në kuzhinë, sepse është momenti që gatuajmë super drekën me oriz që na merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 20 minuta. Pulën e kemi këtu. Juve po ju them, mos ndroni kanalin, sepse kthehemi shumë shpejt, që ndroni me Klan Kosovën dhe jemi live në kanalin tonë zyrtar Shija e Anës në YouTube. Shikues, po e lëshëm shporetin në temperaturë mesatare, do të gatuajmë sot një drekë të shijshme si gjithnjë, të Shija e Anës vetëm receta me shumë shije dhe të thjeshta. Qëllimi është që mos ngelim shumë në kuzhinë, edhe të bëjmë diçka të shëndetshme, po edhe të shijshme. Sot do të gatuajmë oriz nga Rizo Scotti, nuk do të gatuajmë risotto, por do të bëjmë një oriz në formë të pilafit në këtë fërtere të thellë. Kemi orizin e zi, orizin italian, që është 100% natural, pra nuk është i ngjyrosur. Çka kemi këtu? Këtu kam ngrier një qep, kemi një karrot, kam 2 copa file të pulës, tash ta bëjmë orizin me karrotë, e cila do të jep ngjyrë kontrasta tek orizi i zi, pula, proteina, do të jep ende më shumë shije. Kemi majdanozin, të cilin do ta dekorojmë fund pra orizin dhe kjo do të jep një kontrast patjetër pjatës tonë. Kemi pak gjallë dhe e kemi vajin më të mirë italian, ekstra të virgjër, vajin Monini. Kështu s'po e lo hiç, po e marrim me njëherë, po fillojmë ta gatuajmë drekën tonë, e cila nuk na merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 20 minuta. Ja do të vendosim pak vaj, duke kombinuar edhe një copë gjallë, sepse gjallë pa jep shumë shije. Tani do ta vendosim qepën. Kemi grirë pra një qep mesatare. Derisa qepat na përgohen, nuk do ta lejmë të bëhet e kafe, vetëm zbutet pak, më ne do të fillojmë që ta prejmë pulën bashkë me karrot. Okej, qepa na është fërguar. Tani pulën me qëllim nuk e kam pre të thash që copat e mdoja na duken më bukur në pjatë, kështu që pulën bashkë me karrotat do t'i vendosim direkt tek fërterja, ja kështu. Tani do të vendosim pak biber të zi. Si gjithnjë tek Shija e Anës, krip dete, ja. Pak krip.
edhe në papërzije mirë, o zëtë sa mira. Në është zbut, në është karamelizu qepa. Edhe pula është pjekur pak. Ja. Dhe, tani është momenti i orizit më të mirë, italian se stash. Ja, rizës kote kemi venerën, mos e haroni. Opa, ja kokra. Ja, kemi të zeza naturale. Ja, nuk do të vendosim shumë. Ja, besoj që mjafton. Wow, shikue sa interesant, çfarë arome nga orizi, po duket si mu bo shkrum. Jo, ka mu duke shumë bukur me pjana, do të krijojmë një super kontrast. Dhe tani, do të shkojmë pak nga pak duke vendosur ujë val. Ja, kemi vluar ujin më herët, ja kështu. Ja. Ja, pra, do ta përzijem, do ta mbyllim me kapak. Dhe tani do ta ulim temperaturën në mesatare dhe fërtirën do ta mbyllim me kapak. Dhe kapaku do të ndihmoj që ovulli mos del jashtë, kthehet brenda tek orizi, kështu do të na zihet shumë më shpejt. Po e hapim kapakun dhe po shihet që edhe pula ka marrë ngjyrën nga orizi. Dhe është koha që të vendosim edhe pak ujë. Ju thash, 2-3 herë krejt në varët sa zini oriz. Ta shtojmë orizin. Dhe do ta mbyllim me kapak. Dhe për 10 minuta dreka është gati. Hajde ta kontrollojmë shikues. Okej. Ja, po thuaj se është gati. Ta mbyllim edhe pak. Të më edhe pak ujë shikues. Rêve brûlante. Aujourd'hui, je me suis réveillé plus tôt que jamais. Enfin, je n'avais pas dormi du tout. Sur les papiers blancs, je ne voyais que ton nom. J'écris et réécris encore ton nom. Tu dis que je suis dans un rêve où le rêve est à moi. Ton visage me vient comme dans le miroir avec deux yeux comme les lacs de montagne de Chari. Deux yeux silencieux et réfléchis, deux yeux par le regard brûlant, ils ont brûlé mon âme. Mirëmëngjesi. Bonjour. Bonjour veç. La nuit est passée sans sommeil. Mirëmëngjesi. Mirdita. Mirdita, mirëmëngjesi, shikuesit po na Pas shohin. qengaj. Ke ardhur shumë herët. Hala nuk o gati. Edhe frangjisht. S'di sa shikues e din frangjishtën 5, ndoshta. Unë e kthe shqip. Shqip po, shikues. Hajde. Hajde shqip. A di pse e lexova frëngjisht? Sepse emisioni juaj i ka kaluar kufit e Kosovës dhe mund të shikohet edhe në vendet frankofane. Prandaj ishte poezia frëngjisht e shkruar nga unë, nga një përmbledhje që cila kamerë. Ja, kamera, plot kamera, ja. Ja, valja e natës nga Bas Qengaj. Tash do ta lexoj, nuk po them ta recitoj. Jo. Shikuesit ma vonë kanë me dëgju. Kemi me hangër një herë. Po, a? A të përshëndes? Mirë se na erdhe. E sygjeta. Mirë se na erdhe të trija Bas. Edin se çfarë rrugtimi kam bërë. E di valla, hajde për me kamera. Dhe besoti ose jo, aroma. Të shianës. Po,
Janës. Knasi që jeni këto. Faleminderit Jemi kombinu sot. Ju kuq lartë, unë kuq poshtë. Jemi në muajin kuqëzi. Muajin nëntor, muajin i shqiptarëve. Mujon. Apo ju thu mirë mëngjesi shikuzve? Se tash kuzhina është veç për mu. Shikusit, Po, dhe sot jam i ftuar për një drek. super drek. Super drek. Ama durën? Me oriz të Amadora? zi, që s'kam pa unë dhe njërë. Qëre? Mos e ha. Venere. Po, e kemi nga Skoti, ason zdi ako mangë në oriz zi, po. Unë e jo? Ja, Unë e jo. Se po na digjët. Qëfar shi. kjo edhe mu djek shkrum, kjo s'po vret. Gjyra është interesante. Po, E shijen do ta shijen pak më vonë. po. Shijet, sigurisht. Që to unë po i Okej. këtu, Shive pas pak. Pas pak? Patjetër. Unë po e përfundoj recetën. pas pak, Qatje? Alberto, Po. Mos të ndrojnë kanalin, a? gjithsesi, qëndroni me ne deri të bëhat ky specialitet që unë nuk ja di emrin. Asun e s'ja di. Mos e ndroni Do kanal. t'ja vendosim një emër sot bashkë. Patjetër, Okej? gjithsesi. Okej. Shikues, vetëm edhe 5 minuta edhe dreka është gati, vetëm edhe një pik ujë krejt për fund dhe do ta servojmë dhe do të hamë së bashku me të ftuarin tim. E ju kur ta gatuani, ju bëste mira. Orizi pothuaj se është gati, krejt në fund, ja do t'i ulim edhe temperaturën shporetit. Tani do të marrim majdanozin, tash do ta dekorojmë me majdanoz, orizi i zi, karotat e portokallta, edhe pse do ato e kanë ndrur ngjyrën tash, po majdanozën e kemi të gjelbërt dhe po ashtu i jep edhe shumë shije. Ja, do ta prejm pak majdanoz. Edhe orizi është gati. Hajde ta heqim këtë kapak këtu. Ja. Ta marrim prej afër, ta shohim së bashku. Hajde çake. Ja, uji është duk fare. Ta marrim me lugë kështu, ja. Po e ndalim komplet shporetin. Po duket si i pazier, po është i zier. Tekstura e orizit është totalisht krejt tjetër prej orizit që jemi mësuar shikues. Ta ham dhe ta gatuajmë në shtëpi. Si gruni, si bulgur, si gruni, ha? Bashkë qashtu. Ja, është momenti, ta servojmë. Pula ka marrë ngjyrën si me qenë rep dhe jo pul. Po mjaft interesant. Ja. Ja, dhe pak, ja kështu. Ja, ta lëm këtu. Dhe, ja, do ta dekorojmë me pak majdanozë. Shikues, kjo pra ishte dreka për sot, një drek më ndryshe, një oriz të ndryshe, ne nuk kemi mësu, na zi konsumohet shumë orizi i zi, por mirë që edhe ne po edukohem me produkte në vendin ton. Një oriz, si që po e shoh, është edhe integral, shumë i shëndetshëm. Kemi pra karotën, pulën, qepën dhe në fund majdanozin. Neve na bëftë mirë, tani do të ham me zëtria bazin, edhe juve ju bëftë mirë dhe mos harroni te kur të na e gatuani këtë recetë. E pa sa e shpejt, besoj që edhe në shije do t'jetë e mirë. Ai tha bëhet shpejt ana, edhe prej dragashit e këtu, a di si është, kur thot për dikon se e bën ushqimin e mirë, unë e 3 ditë s'kom ngranë atje, duke u rujt që ta ha me gjithë kënaqësi atë specialitetin që ana ka bo, po u vënu u filloj barku. Jo more erth, falemderit ana. Po të lo unë të ne? Jo, shumë falemderit. Nasti musafir se kom lo unë dhe i sot. Ja, pak mu vënu, po. Po dhe? Se unë e 124 km, plus 3 ditë s'kam ngranë. Ku. Por e pas na një se A varë. di që ka thënë njëni, kish pas një copite në dorë dhe pjethot ati tjetërit, pjethot, a e do një tro? A e pjethot, jo, kjo po e merë për veti.
Thot, për ko e ke thyje, thot, pak është. Edhe unë, për ko ke qitë pak është. Faleminderit, do ta shem faleminderit shumë. Një oriz i zi, ndryshe, pula është bë si repi, ka marrë dhe ngjyrën e orizit që këtë. Pula që nga zgji mirë. Fantazi. Hajde ta provojmë edhe orizin. Sa interesant orizi. Hera parë që përshio e orizi. Edhe për mu. Nëse karotat i kam shijuar. Wow. Do të ma shkrysh një letër recetën. Receta o Zotit, kjo oriz i Zotit është. Kur Fantazi. gjos kom bone. Unë e kom përgu qepën me karotën, sa ke të lutëm afër kamera, po du më ju të regu shikuzve. Ja sa bukur sa shishme se... Ja, pra kemi karotën që s'po shijet, ashtë ka marrë gjyrë prej orizit. Fantazia. Faleminderit ana. Në bëfë mirë se, edhe mu më mëlqen shumë të shikues, orizi pas ka një tekstur totalisht krejt tjetër, si gruni. Edhe interesant se e pas ka kokën e imt, po shumë i shishëm po bon. Po edhe kur po e kafshon, po pëlqet dyqysh. Një shije pak dveçant prej orizinave të tjera. Po pra shikues, është oriz me shije edhe karota ka ma shije tjetër. Edhe pula. Morë deshta me të pyes, kur bësh tjetër herë të vje edhe një herë? Kur të dush, kur të donë zemra. Shumë fantazi. Wow. Pas kam pas pse më ardhë prej dragashit e këtu. Pasha, zotin, të më me folë shikus shumë po këna unë tu. Ani me pas edhe ujnë e dragashit. Ja, ma e kemi ujin. Te Pelena! Ujin ma i mirë shqiptar. Me gaz apo pa gaz? Pa gaz. Pa gaz, edhe unë pa gaz. Sigurisht. Është jashtëzakonisht Edhe shishme. jemi në muajin kuqeze, në muajin nëntor. Jemi kombinu, po sa na shkon edhe ky ujë me alipash të Pelenën këto. Ai, po shiko mërë edhe unë qenë kam si alipash të Pelena, alipash Po, bro. të grin, kokën në Stambol, trupin në janin. Ujë të Pelena. Ku ka më të shishëm se ujë të Pelena? Ska, e vërtet, Ska. edhe është i ftohtë. I ftoft akull. Akull, faleminderit. Ju bëft mirë? Jo lutem. Pije. Diresht, ju bëft mirë. Au. S'ka që ka thu. Ska. Ja, ma mirë s'ka që ka thu. Kur të nisën në Dragash, do t'ju jap ujë me vete. Faleminderit. Te Pelenën me vete. Gjithsesi, Ju bëft mirë? faleminderit. Unë s'po mëj me folën, falë po jo mund. A, po Bëft hajmë mirë fillimisht. ty, edhe po mu. ham, po po. Po ham. Shikus nderuar. Ne do ta ham këto. Pak publicitet. Janë, kush tha? Jo. Këtu borim. Këtu, jo, thash unë ta ha se e di, Harim. ha shumë tuët kështu. Edhe unë ma shumë tut E s'ka. di me grushta me hangër. Ama kush hanë shumë tut, hanë shishëm. Është shishëm, po. Se mendojnë shikus që ma bën qefin. Unë krejtve ju tham, kurse kom gatu mirë, puni se kom gatu mirë. Jo, jo. Unë kur është, nuk është e shishme, thëmë nuk është e shishme. Kjo është e shishme. Tepër. Shikues, për herë të parë, po gatua jo ristëzi, por nuk do t'jetë hera e parë dhe e fundit. Krejt që në ka diçka tjetër u befasova. Edhe unë në kuzhinë do t'a përdori. A ke gatu na herë? Jo. Kur njëtë s'ke gatu? Unë me gatu. Po pse jo? Jo, unë gatuj, po jo rizi. S'tash për rizik. Kështu a, keni gatu? Po. Po. Çka për Gjitha i di. Ha, Veç nuk di pite me bo. hajtë. Edhe bukë. Okej. Jerat. Pre kretë salatave, mishin e gatuj me mirë. Okej. Ka boha. Mishin e... Jo, po... A është salat mishi? Ha, pse, po mund të Po, kemi bra, salat me mish, salat, pse jo? mishi. Të gjitha i bëj mirë. Okej. Veç më mirë, diti ha. Komentat në një dhurat.
Faleminderit. Oriz apo pasta? Makarona apo oriz? Cilën e do më shumë? Kishtë njoni të dyja, as bën të dyja? Të dyja. Faleminderit. Po kështu, adi ai që s'marrohet edhe lyp Qe? pak e lipsare. Se ja qëllova, edhe oriz? Lutem, ja, gjithsesi. Edhe orizin, edhe pastat, Nga? Monini. moninin, skotin, e kemi edhe garofale dhurat. Faleminderit Ku shumë. shkon në dragash, tu të Gjithsesi. shumë kuzhinë. Po. Okej? Mund është me lënë që t'ja anash. Tani do të shkojmë zotri Abaz me marketing. Po para se me shku marketing, me që se jemi të kuzhina duke konsumuar ushqim, duke hangër drekën. Qka hatë më shumë t'in dragash? Po varsisht nga familjet, po mish kryesor, mish gjallë kryesor e kanë mishin dragash, sepse mishi i dragashit është i veçantë, është djathi i veçantë, djath Sa shari. se cilë një djath? Apa ja, Kilogram? mendja, po, Mendja. mendja. Na e është Mjalti është i veçantë, dhe më thonë sepse është në një lartësi mbidetare, që komuna e Dragashit fillon 980.000 metrë në lartësi mbidetare, kurse Katundi im është 1420 metrë lartësi mbidetare. Wow. Tash është kënaqësi të jetohet aty. Bile, nëse ti ke vendosë marrë të unë mysafir, beso duhet të shkosh te mjeku i mushkrive atje dhe të ta jepni asofar, se di si quhen ato pompat Po, këtu, po di. sepse është pa tjetër e duhet Oksigeni. ty për oksigjen atje. Vërtet. Do të kthehemi, do të bisedojmë shumë. Patjetër. Po të lëmë në qetësime hangër. Faleminderit. Çka po i thush shikuesve? Në mos ta ndrojnë kanalin, sepse në desë kemi nisë bisedën me juve. Mos e ndroni kanalin, pasi ta kam ngrënë të, do të filloj me një bisedë dhe do t'ju shpjegoj për të gjithë ata që nuk din për Dragashin, do t'ju tregoj disa të dhëna të thjeshta të thëmë për Dragashin. Të bëftë mirë. Mos e ndroni kanalin. Ja, ju se lutem. ndrojnë, ja, Klan Kosovën se ndrojnë, asë shien anës nuk e ndrojnë. Diaspora është me neve. Faleminderit diaspora. Hanën që ti? Faleminderit. E shikues, kthehemi shumë shpejt nga marketingo, sepse Sepse kanë çfarë të ndëgjojnë. do ta recitoj. Do ta Faleminderit. recitoj pas pak zotri Abazi. Të bëftë mirë. Faleminderit. Shikues, u rikthyem nga bloku i marketingut. Faleminderit që jeni me Klan Kosovën dhe që jeni e anës. Jemi live edhe në kanalin tonë në Zyrtar në YouTube Shija e Anës. Na e bëni subscribe ju që nuk e keni bë. Sot jemi me një të ftuar të veçantë për ju që sapo jeni zgju, nuk e keni dëgju intron më herët. E kemi zotria Abaz Qengaj nga Dragashi, një karakter shumë interesant, një zotri që e kam takuar para afër 2 muajve. Ashtu, një muaj e diçka, kemi qenë një intervistë për bashkët dhe i premtova që do ta ftoja në sezonin e ri dhe e majta fjalën. Veç edhe unë erdha. Qashtu. Mirë se na erdhe. Faleminderit. Krasi, duke marrë parasysh si për çfarë moti me shi, ju erdhët. Po. Faleminderit që na respektova Ju lutem. dhe morë gjitha tru. Dhe zotria Abaz nuk ardhë veç vetu, po ka ardhë me 2 shokët e tij, atje që e kanë sjellë me vetu, si kanë emra shokët? Lani edhe Muja. Lone edhe muja, i përshëndes, papa. edhe ata e provu pak orizin ma herët, tanë shumë i mirë. A ke i mirë orizin? Betën të knaqë. Super, i ka përqy Mbetën të orizin, pak sa me knaqur. provu. Ata po të presin, po, a përshe? Po, Miku i mirë? në ditë të vështirë. Kjo si shtë ditë e vështirë, po ja. Për afërsisht, mund thuhet. Ke mund të marrë me autobus. E dim pse e vështirë për mu se nuk di ta lexoj atë GPS-in aty. S'di për Ska sollen ata. problem. Faleminderit që jeni këtu. Ju lutem. Kjo është një orë e zallit. Po. Që çdo episod të Shija e Anës tash e 123 episode deri tani është kthy kjo orë. Po. Kur e shihni këtë orë? Çka ju bën, mendoni? Po kjo më bën të mendoj, sa the 123, Episodi 124 sot. e jemi filmi 135. 10 filma më shumë. Pasha, mashallah. Ja të lutem. Çka ju bën me mendu ora e zallit? Po më qonë në një kohë shumë të lashtë, kur mësuesi fizikës na pa të mësuar për orën, se si matet, dhe kjo më bën të ndihem shumë i ri. Shpirti nuk plakët kur. Jo,
Vjen mirë. A pini langjet të gazuara? Në ndonjëherë, jo gjithsej. Ky është nga Krombacher, është gjerman, është një kombinim shumë interesant, e kemi kolën edhe portokallin. Sa e shishme du të është. Interesant ka me qenë, e kemi nga arë grupi shikues dhe e gjeni në gjitha marketet. Po e hapi vetëm një, jo që po më dhimse, po do ta mbushim kështu. E shetë edhe ngjyrën sa interesante ka? Jashtëzakonisht i shishëm du të është. Pa shojmë. Po. Shojmë është në shijet e juaja. Faleminderit. Ju bëft mirë. Ju lutem. Gëzuar. Mirë se na erdhët edhe një herë. Si u gjetëm? Ta provoj? Kënaqësi. Po shkon mas dreke, ha? Shumë i shishëm. Apo? I shishëm. Super. Po. 2 kanaçe prej meje, jo 2 po 3 me shokët kur të shkonin dragash. Gjithsesi. Ju bëft mirë kjo. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë që jete shijuar zoti Abbas. Një aktor autodidakt. Ju nuk keni përfunduar shkollimin. Jo. Tani rreth 5 vite keni që po mireni me aktrim. Po 40 vite çka keni bu? Me çka? Po unë kam të kryer fakultetin e gjuhës dhe letërsis frenge, për gjuhën dhe letërsi frenge me italisht dhe latinisht. Dhe kam punuar që nga viti 1983 e këndej mësues. Pak frëngjishte, pak latinishte, mësues i ciklit Tullët. Kjo është jeta ime. Kam shkruar nga pak poezi, jem marrë me dramë moti, kur kam punuar në shtimje në vitin 83-84, me Sheka Emin Durako e atëhershme, kemi pas akt vend në sken Agun e Dim Mehmetit dhe nga atëherë më ka lindë dashuria për artin kinematografik. Keni zë shumë karakteristik. Faleminderit shumë. Me shqipën jeni shumë interesant. Faleminderit, gjithsesi. Edhe thash keni një pamje shumë interesante dhe një figurë që jo rastësisht ju kanë marrë mande dhe ju kanë bërë pjesë të filmave. Nga gjithë këta filma, këtë do të zveçoni dhe pse? Po kam thënë drejtën kam marrë pjesë në disa nga kompanitë e filmave që kam aktruar në ato pjesë. Është karakteristik dhe duhet patjetër që ne ata që se kanë parë, Tri Krismat është një film që duhet shikuar. Është i ditëve të luftës sonë. Është një film, thonë drejtën, i punuar me përkushtim. Roli juaj aty? Prindi. Prindi? Gati në të gjithë filmat jem babai. Okej. Po, për shkak të natyrës që kom. Po. Por dhe Skënderbeu dhe t'i shkonte shumë? Letë me thirin. Letë me thirin. Unë jam i gatshëm. Po, kam pas, regullisht kam pas rolin kryesor në të gjithë filmat që kam drejtuar. A ju paguajnë apo veç ju marrin? Po. Ju paguajnë? Jo, simbolikisht. Simbolikisht. Po. Tani nga prilli jam në pushim. Nuk kam shkuar në asnjën nga kompanitë filmike, do të rri, do të pushoj paksa, ta çlodhi kokën time të rënduar. Pse të rënduar? Pse e rënduar? Po shikoj, pse e rënduar. Koha. Koha është e pa kohë. Në Kosovë është koha e pa kohë. Dhe është shumë interesante njeriu të gjen kohë në Kosovë. Asnjë shumë rrallë punojnë dhe nuk kanë kohë. Mu jo. Pse? Sepse punoj punë të ndryshme. Ato janë? Po, për shembull shkruaj. Shkruaj edhe skenar, filmesh. Edhe këto janë punë. Në ora sa e nisin ditën? Herët. 5:30 ose 6. Tani nuk po të pyes te filmat me emra, po mban mend ndonjë pjesë të rolit që do kishe mundësi të futesh tani në role dhe të rrinë. Si. Apo mendova që jo, fantazi shikues. Sokol bir. Qohu bir. Qohu mos rrima, Sokol ka ardhë. Shoku pa thirr me lujt me top. Qohu bir. Sala ka ardhë, po të thirë birë mi shuve, lopët në kullot. Sokol.
Jo, zbahet kjo punë. Mos, të lutëm mos. Unë jam unë dhe ti mbetesh gjithmonë ti. Faleminderit. Bravo, mishtin e jetës. Aplauzej. Po, Hajde, faleminderit. hajde diçka pozitive. E dashur, ke përgatitur drekën? Për këtë të tham grua unë ty, jo me kotë të kam grua. Faleminderit shumë grua. Jo, pse? Jo, moj, kam harruar për Zotin, kam harruar. Jo që s'kisha, po s'kisha dhe lek, por mo, ajde. Grua si kam thonë ashtu. Në film, zakonisht, indroj gratën. Gjdo film kam një gru tjetër. A jetën e përditshme? Një, super. E përshëndesim. faleminderit. Ishte pak shaka. Ju gatuar në zonja, ju ka gatuar gjithë Po, tani kam dy reja që gatuj. Super. Atë koke me Tani me fat. gjysh. Po pra. Tash gjysh. Djenja se je gjysisht. Pa e provuar, s'mund t'a dish. Është ndjesi e veçantë. Ndjesi e veçantë. Veçantë zotëria Abaz, jemi në muaj nëntor, në muajin kuq e zi. Sa mirë jemi kombinuar, thash edhe më herët. Çfarë do thot për juve muaji nëntor? Keni ndonjë ndjesi pak më të veçantë apo vetëm në datën 28 nëntor? Shpesh herë, unë kam kaluar shumë kufirin shqiptar, por nga ana e Maqedonisë, dhe është një pjesë lartë atje në 2500 ca metër lartësi mbijetare. Dhe letë më falin historianët, rruga e Skënderbeut prej Nishit deri në Kruj, veç dihet se nga Dibra ka shkue. Dhe unë gjithë një thomë, rruga e Skënderbeut është në majtë bjeshkës time me Buzovcën, dhe sa herë dal aty e shoh Skënderbeun duke kaluar aty. Dhe ishte viti 1444, kur e pash Skënderbeun për të fundit herë. Nëntorin e dytë, sa herë e shoh filmin e nëntorit dytë, unë nga zlehem, sepse ne në Kosovë nuk e kemi pas nëntorin e dytë. Ne e kemi pas në shkurt, por nuk jemi të vetëdijshëm se ku kemi rrinë ne, edhe shoh tani politikanët që përplasin njëri me tjetrin dhe ndali televizorin s'mund. Por kam një apel nga të gjitha ata njerëz, ose edhe një pyetje të them të drejtën. Vetëm budallai dhe i verbri nuk e sheh Kosovën se sa ka arrit. Sa do të kish pas mundësi të arrijnë, kjo është tjetër diçka. Sepse të gjithë ne do të kontribuojmë për shtetin tonë, për vendin tonë. Dhe Kosova në 11.000 km2 është duke u zbrazur, kjo që më dhem në shpirt. Është shumë keq. Në shekullin 21, kur të gjithë është dashur të jemi në vendet tona, tani ata të gjithë të rinjët ikin nga vendi. Dragashi si është me rinin? Po Dragashi, të drejtën, po zbrazët dita ditës. Po. Katundi im në vitin 1970 ka pas 70 shtëpi, tani në vitin 2025 ka 39 shtëpi, me 180-200 banor. Unë kam punuar mësues aty, kam pas 37 nxënës, tani janë 17 nxënës, dhe mbesa im është në klasën e dytë, jam 2 nxënës. 50% më pak, Ose, nisemi nga Kafshët, kësa është vend i lartë malor, nga 3-4.000 krerë delesh, tani ka vetëm 250, ose nga 7-800 krerë lopësh dhe kuajsh e qesh, tani ka 39 sosh. Po zbrazët, gjdo ditë po zbrazët, si që tash edhe në fillim, si po zbrazët dhe Kosova. Të rinjet, falenderit, të rinjet kanë ikur, të 37 të rinjet nuk kanë, s'kanë marrë pjesë sot në votime, sepse nuk janë këtu, kanë ikur. Boftë mi, mund këranë që shikus? O, qëfar shije.
Krombaher. Të ndrojmë pak tema, sepse jenë shumë shikues për na shohin edhe pse keni pas paraqitje televizive, disa po të shohin për herë të parë. Ktu kemi një libër. Po. Thamë që je aktor autodidakt, po puna me shkrimin si lindi? Kam shkruar shumë moti. Okej. Kam pas një mësues, më ka qitë në hartim, atëherë quheshin hartime, 5. 1 minus. Ma ka ishë mua aty 5 minus, edhe nga aty më ka lind ideja se mund të bëhem një njeri që mund të shkruaj. Mund të lexoj? Nuk e di unë sa shkruaj dhe si shkruaj. Unë mund t'i lexoj ato që i kam shkruar, kurse të tjerët ma japin notën aty se çfarë kam shkruar unë. Hajde një gjuhën shqipe. Po. Ose mund t'a lexoj edhe ato që e lexova frëngjisht ta përkthe në shqip. Pa përkthime, po shkojmë një në shqip, për gjithë shqiptarët që po na shohin këto momente. Çka ke zgjedh na lexosh? Unë do ta lexoj një të shkurt, se zakonisht i zgjedh shkurta për gjërat, për këto metoda. Okej. Me titullin? Ura e vjetër. Ura e vjetër. Është dedikim për ndonjë urë kjo apo? Patjetër. Gjatë leximit tash të njerëzit që din urën ku është do ta shohin edhe. Ura në Dragash? Jo. Ajo? Ja. Tash mos e saktoj vendin, sepse nuk ka dhe kuptim kjo punë. Do na fusësh në imagjinat. Më kot të prita të harku i urës së vjetër. Aty, shikimi i me utret në errësirën e pafund. Humbi dhe hija jote. E zëri me vjen se po më dëgjohet dhe sonte kur me bërtite ik në fund të botës e të mos shikoj nga e djatha ku rruga im aty mbaroj. Kotë më thanë, shko rrugës së rrehme e mos ju ndaj femrës krehme. E provova. Rruga me shpiu në pafundësi e femra me theu në shpirt më trazojnë nga vdekja të ura e vjetër, me gjysem hark, me mbet shikimi dhe dashuria e tretur, të ura e vjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë. Lutem. Faleminderit. Edhe një herë po e them që na erdhe deri këto. Ishte kënaqësi që ftesën kur ma bënd, dhe pse kisha harruar unë, se nuk e disha kur do të fillon sezoni juaj i ri, atëherë me telefonatën unë veç pa ta premtuar dhe unë premtimet i mbaj shumë. Edhe ona? Po, nuk bën të harrojën, nuk bën, në asnjë mënyrë nuk bën. Si më thatë, 120 diçka kilometra po 124 ka? 124 po këtë. 124, po nuk bën shumë, me matematik 250 pa 2 kilometra. Pa 2-3 kilometra. Po. Do shta me vetë diçka më hupi topi. Ani që do dhe kjo. Mos ke desh me vetë për komunën diçka. Bravo, që, ma kthejve, hajde, shkojnë. Kthejme tek vendlindja, tek Dragashi. Unë sigurisht e kom pas një rubrik dikur para shumë viteve ku po shkojmë, s'ka pas fshat që s'kom qenë, ndoshta kom shkel deri në Dragash, kom harru. Sepse kam vizitu shumë vende dhe fshatna e qytetat të ndryshme. Jemi vitin 2025, si është e mundur që, nuk po e them si është e mundur, por nuk keni ndru vend bani. Me thonë po shkoj në qytet, ose po shkoj jashtë, si shumë të tjerë që kam braktis Dragashin. Në vitin 1989 dihet se arsimi shqip u nda nga arsimi i Republikës së Serbisë dhe ne metëm pa pak. Nga atëherë unë deri në vitin, s'po di sa më thonë, kur kam filluar të marr pagën në gjimnas si mësues. Do më thonë gjithë një kam punu pa pak. Dhe pa parar s'mund të shkohet në qytet, lutem. Do të kesh shumë të holla për të shkuar në qytet. Unë nuk do të vdes në vendlindje, do të vdes këtë tjetër kund, sepse kam një lokacion 3 në një lagje periferike të Prizrenit,
aty mund të shkoj sot, nesër, pas nesër, nuk e di kur. Okej. Por, thënë të drejten, unë mbaj ruaj edhe trashëgimin e gjyshit, stërgjyshit dhe babës tim. Është një katundi lasht, katundi im që quhet Pleinik, në një lartësi mbidetare 1420 metra, do më thonë është një lartësi jashtëzakonisht e madhe. Shtëpia ime është ndërtuar me gur dhe balt. Okej, interesant. Kisha pas dëshirë me pa? Kam një odë, është simbolike, ja kam vënë emrin Oda e Traditës, Okej, dhe ajo gjindet edhe në YouTube, nëse kërkohet. Ka shumë emisione të bërë në ato odë. Aty është rujt, të them, është rujt tradita shqiptare, sepse zakonisht tradita tona janë rujt për mesodave. E tradita e fshatit tim është rujt në qëto oda, qëfar do qofshin ato që aty u rujt. Edhe unë me nostalgji e ruajat odë, shpesh herë kam thënë, po thëmë edhe sot, unë pas shpërnguljes sime, publikisht kam thënë, mund t'ja dhuroj drejtoratit të kulturës apo edhe Ministrisë së Kulturës për kujdesen për atë shtëpi e cila pse të mos jetë në jetë, po shtëpia vjetër e imja ka mbi 300 vjetë është e vjetër, ka filluar të rënohet, kam kërkuar ndihmë për ta mbajtur në jetë atë shtëpi, sepse ajo është një shtëpi e veçantë, sikurse kullat që janë deçane në vendet të ndryshme, por kjo nuk është kull e atij modelit, po është një kull krejtësisht tjetër, e ndërtuar nga mjeshtrit e Dibrës, para 300 ca vjetësh. Ja kështu. Nuk për të gjithë ata që s'kan qenë në Dragash, Dragashin dahet në 2 pjesë, komuna e Dragashit po mendoj, është prej shqiptarve etnikisht shqiptar, dhe pjesa tjetër është e goranëve që e quajnë vetin musliman, bosnjak, goran, çfarë do të thosh. Ka 37 vendbanime. Ta pi një tro Krombaher, shumë e bukur Krombaher. Pije, të bëftë mirë. Edhe po ta sjellë një dhuratë nga agrogrupi, sepse ata na kanë sjellë disa pije këtë sezon. Këtu e ke një verë babuna. Këtu e ke një verë. E kemi nga tikfeshe. Faleminderit shumë. Edhe me shokët që kjo ardhë këtu. 1885, më duket. Edhe me shokët që kjo ardhë këtu, kur shkoni në Dragash, te Oda. Te Oda. Pak djathë sharri, një qep. Aj. E buk, edhe gjiz. Edhe gjiz. Herën tjetër, kur të vjen Prishtinë. Gjiza e sharrët. Gjiz e djathë. Mos hajde pa ato dy. Jo, atje. Atje? Kufini, shkrup, se ke pru prap. Për fund, se më tha që edhe flisni disa gjuhë të huja, frangjishtën e latinishtën e mbaj mend edhe në shkollë të mesme, kur pa ta fillu me e mësu, ma donë të shumë latinishtën e kom harutash. Si thonë shijës anës latinisht? Shija e anës. Ashtë pak. E frangjisht? Për shije, nuk e di bashkë sakt shijës, si e thëjmë. Po, ta tregoj. Po. Nesër, shikus. S'ka lidhje. S'ka lidhje. Gjojmë atje. Ta jo faqja e menqër. Faleminderit që na erdhe të Këshianës. Faleminderit që nuk pritove. Lutem. I morë edhe shokut. Ju shkoj edhe aty në dita. Këmë disa kërkojnë tash me ditën që i kanë humbë. Jo mërë, i përshëndes une Lan Qyqallën edhe Muhammed Berishën. Gjithashtu edhe unë. Pandar. Do të shkoj me marketing. Do të shkoj me blogun e fundit marketingut, por unë them që mos lëvizësh, do ta mbyllim emisionin bashkë sot. Patjetër, gjithsesi. Çka po i thua shikus vet? Mos e ndro kanalin. Të shija janë, kthehemi shumë shpejt. Gëzuar. Krombaher gëzuar. Shikues, faleminderit që ndruat me Shijen e Anën dhe me Klan Kosovën. Zotë Djeli jemi bashkë nga ora 11
të gjithë një shianës me të ftuarit më të mirë, më pozitiv dhe më interesant. Është një projekt që realizohet me shumë dashni, unë shpesh e potencoj këto, qofse mua nuk do më pëlqente kjo punë dhe kjo që e bëjmë Shije në Anës, sepse do pak kohë me u realizu kjo emision duke di që ne gatuajmë, por kjo bëhet vetëm me dashni. Episodën e kaluar e thash, qofse kemi vetëm 1 gram dashni për punën që e bëjmë, atëherë mirë kemi punën. Për ju që nuk e keni pa emisionin një zgjuar më vonë, e gjeni tashmë në kanalin tonë zyrtar Shije Anës në YouTube. Kishim edhe një super të ftuar, zotëri Abbas Qengaj nga Dragashi, një super karakter. E unë e falenderoj që na erdhi nga Dragashi i largët, po ju edhe shumë i largët. Në 1 dhe në 2 që më dëgjoj, thash me qenë se jemi në muajin kuq e zi, në nëntorin tonë të dashur, kombinohu diçka kuq edhe jemi kombinu me këto nuancat e njëjta, kjo e fusja, çfarë koincidence e bukur shikues. Faleminderit edhe një herë nga zemra që na ke respektu. E falenderoj shumë me të vërtet që ke marrë mundin ditë e djelë, ke ardhur në Prishtinë bashkë me shokët, sepse krejt kanë dëshirë vikendin me ndajnë në shtëpi, ndërsa ju keni marrë rrugë në këtë kohë me shi, unë me të vërtet e vlerësoj nga zemra. Edhe unë ju falenderoj ju, e falenderoj të gjithë sponsorët e ju i këtu që janë, e falenderoj edhe kameramanin që qenë ka jashtëzakonisht i shkëlqyeshëm, dhe ju tham të gjithë shikuesve tuaj që të mos e ndrojnë kanalin, të qëndrojnë në kanalin Klan Kosova dhe me Shijen e Anës aty ku unë me kënaqësi do të jam edhe ndonjëherë tjetër. Po si vjet, por patjetër. Me sponsorët e juaj këtu që i keni. Ti përshëndesim pra, ciao Alberto dhe Franke, krejt ju që dëshironi me e ndru kuzhinën. Monini, Ponti, Scotti, Te Pelena, ciao Alberto, Frank dhe ciao Ana. Je lutëm. Për Lule që jo për jetë emisionet. Arnisa për grimin, Andra të lirë për flokët. Kush u kujdes për lukën tuaj? E falenderoj bashkëshortën time që është për kujdes. E përshëndes edhe unë. Krejt për fund, zotri Abbas, kemi një dhurat tjetër. Falenderit shumë. 20% nga Ciao Alberto dhe 25% nga Teknika Franke. Kur do që vjen ndonjëherë tjetër në Prishtinë me bashkëshortën, vjeni këtu edhe zgjedhni Falenderit shumë. Çka do për odën e juaj apo edhe për shtëpinë e juaj. Falenderit shumë. Mos e ndroni kanalin. Çka po i themi diasporës? Diaspora. Është muaj kuqezi, muaj nëntor. Muaj nëntor. Mos e harroni. Ku e kalon 28 nëntorin? Do të mundohem në vendin e shenjtë, në Vlorën legjendare. Super. Mos harroni. A ikim? Ikim. Ja u kam premtu nga një kafe, po shkoj me pi nga një kafe. Po shkoj me një vend. Frank. Jo, po nuk është ai Franki, kjo është Franki Teknika. Jo, Monini, Scotti, Te Pelena. Po, do të shkoj me shokët e juaj, do të shkojmë të apim një kafe në një super vend në Prishtinë. A ikim? Ikim. Shikus shkum, e ju, kaloni sa më bukur në këtë ditë. Rini në kanalin, mos e ndroni. Po jo. Ne shkuam. Shihemi Ciao, hajde, mirëpafshim.